Mi mbrëma dhe mirë se vini në Real Store, ku të flasim për një zhvillim i cili në fakt e diskutuam, ishte breaking news mbrëm në darkë rreth orës 22, kur doli njoftimi nga Shtëpia e Bardhë se generali Wendt, pra Eric Wendt, 61 vjeç, thuri decorated, pra shumë dekoruar, general major, komandant i flotave amerikane në Pacifik, por edhe në Mesdhe, u zgjodh, pra u nominua nga presidenti Donald Trump si ambasador në Tiranë, i pari në gjithë Ballkanin Perëndimor, pasi këtë vend e Ballkanit Perëndimor tashmë shumica prej tyre nuk kanë një ambasador rezident amerikan prej shumë vitesh. Për të folur për këtë çështje me mua sot në program janë ambasador Orland Bimo, mi mbrëma ambasador, ambasador Bernd Çeku, mi mbrëma zoti Çeku, Frok Çumi, mi mbrëma Frok, dhe Skënder Vengjollës, mi mbrëma Skënder. Tani unë e bëra një farë mënyrë portretin e Eric Wendt, por le ta ndjekim në një kronikë më zgjeruar nga gazetari Sali Doçi. Presidenti Amerikan Donald Trump ka propozuar që Eric Wendt të jetë ambasadori i ri amerikan në Shqipëri me nominimin zyrtar që tashmë ka mbërritur në Senat. Njoftimi u dha përmes një deklarate të publikuar në faqen zyrtare të Shtëpisë së Bardhë, njoftim ky i cili qartëson nominimet dhe tërheqjet e deleguara në Senat ku sqarohet pozicioni menduar për Wendt. Presidenti Amerikan Donald Trump ka nominuar Eric Wendt nga Kalifornia që të jetë ambasadori i jashtëzakonshëm dhe fuqin plot i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Republikën e Shqipërisë, shkruhet në njoftimin për mediat nga Shtëpia e Bardhë. Eric Wendt, 61 vjeç, është një general i ushtrisë amerikane i cili ka dalë në pension dhe roli i tij i fundit ishte komandanti 5 i shtabit të operacioneve speciale të NATO-s, detyrë nga e cila u largua në 29 janar të vitit 2021, vit që përkoi me daljen e tij në pension. I konsideruar si një nga figurat më të spikatura të ushtrisë amerikane me një karrierë mbi 3 dekada në shërbim aktiv, Eric Wendt ka mbajtur një sër pozicionesh kyçe në strukturat ushtarake dhe të sigurisë së Shteteve të Bashkuara. Ai shërbeu si koordinator i sigurisë së Shteteve të Bashkuara për Izraelin dhe Autoritetin Palestinez në periudhën nëntor 2017-tetor 2019. Më herët ai ishte shefi i shtabit në komandën e paqësorit të Shteteve të Bashkuara, komandanti i qendrës dhe shkollës së luftës speciale John F. Kennedy, si dhe komandanti i operacioneve speciale në Kore. Gjithashtu ai ka mbajtur detyrën e zëvendës komandantit në komandën rajonale veriore të forcës ndërkombëtare të sigurisë në Afganistan, mision për të cilin është nderuar me kryqin e artë të nderit nga shteti gjerman. Ai është vlerësuar me medalje dhe vlerësime presidenciale edhe nga Filipinet, ashtu edhe nga Koreja e Jugut. Wendt u emërua oficer në ushtrinë amerikane në vitin 1986 përmes programit ROTC në Universitetin e Kalifornisë në Santa Barbara, ku diplomua në drejtësi dhe shkenca sociale. Ai vjoi studimet pas universitare në shkollën detare duke marrë një diplomë master në çështjet e sigurisë kombëtare. Në shtator të vitit 2020, presidenti amerikan Donald Trump e kishte emëruar Eric Wendt për qenë ambasador i Shteteve të Bashkuara në Katar, por kandidatura e tij nuk u shqyrtua nga Senati përpara përfundimit të mandatit të Kongresit. Zotë Bimo, do doja të nisja me ju, me diplomatët, pasi me ju dhe me zotin Çeku, pasi ka rëndësi dhe fakti për të bërë dallimin midis një ambasadori që vjen si diplomat karriere dhe një emërtese politike. Një gjë që është e zakonshme. Pra edhe në Shqipëri ekziston si në gjithë vendet e botës, pra ka ndarje midis diplomatëve të karrierës dhe atyre që quhen emërtesa politike, pra që kryeministri apo varet ministri i jashtëm apo presidenti, varet si funksionon një shtet, i çon ata ambasador. Po kjo është hera e parë, duhet thonë, që vjen një ambasador amerikan emërtesë politike. Këtu kanë ardhur gjithmonë diplomat karriere shumë të fortë, do thoya që kanë bërë karrierë, dhe më pas Chris Healy besoj është njëri prej tyre. James Jeffrey gjithashtu që u bë zëvendës sekretar për sigurinë kombëtare me presidentin Bush. Po duhet thënë Yuri Kim u bë zëvendës asistent sekretar i shtetit, Biledar Vizo në para pensionimit të bëjtit. Pra dhe temi Tirana, Marisa Lino, dhe si ka pas zonë tjetër, Marseris shkoi zëvendës ambasadore në Bagdad. Pra le temi, por kanë qenë diplomat karrierë. Kësaj radhe është e parë që vjen një emërtesë politike nga një president atipik, siç është Donald Trump. Çfarë do të thotë kjo sipas jush? Në përgjithësi kam përshtypjen që vendet që presin emërtesa politike mendojnë se është më mirë për ta të kenë një figurë që vjen nga politika sesa nga Departamenti i Shtetit, duke gjykuar pa ndonjë tregues real dhe të saktë se do ketë më shumë influencë tek vendimarrja e presidentit një figurë politike sesa një figurë teknike ose profesionale. Kjo nuk qëndron, të themi, nuk është e vërtetohet nga faktet empirike, po ka një
qasje të përgjithshme që i dërguar i presidentit, siç është në Francë, për shembull, apo siç është në Greqi, apo në vende të tjera, mendohet janë më afër familjes, më afër vendimarrjes se sa procesi vendimarrjes brenda departamentit të shtetit. Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë një, nuk e di sa kohë kam në dispozicion për të folur, po. Shtetet Bashkuara të Amerikës janë një proces jashtëzakonisht delikat sot. Zoti Trump, banori tanishëm i Shtëpisë Bardhë, në fushat dhe muajt e parë mu deklaroi që do ta ndryshonte të gjithë personelin e Departamentit të Shtetit, sepse ata janë globalistë, janë ata që kanë sjellë Amerikën në këtë gjendje. Me sa duket, nuk ja ka dalë kësaj aventure, këtij lloji reformimi, dhe për neve ka jashtëzakonisht shumë rëndësi se si do jenë marrëdhëniet e zotërisë që vjen, generalit, me stafin e Departamentit të Shtetit. Me sa kanë dëgjuar, shumica për tyre janë drejtikes. Janë? Janë drejtikes. Ka një shumicë të madhe të stafit ambasadës që janë, ose mund t'jenë në fund të mandatit tyre normal, mund t'jenë edhe, po për shkak se ke parasysh ka ndodhur u zgjat sa u bë, gati, kur ka ikur Yuri Kim, u bë gati 4 vjet, pra praktikisht zëvendës ambasadorja ka qenë ambasador, ka bërë më shumë se një mandat plot. Ti bie pak më shkurt sa që po mundohem të them. Domethënë në rastet e shteteve si Shqipëria ka jashtëzakonisht shumë rëndësi niveli vendimarrjes. Pra në momentet e krizës së luftës në Kosovë, në 99-2000, niveli vendimarrjes pati një moment që ishte në katin e shtati, në nivelin e sekretarit të shtetit. Pra, çfarë do ndodhte me Shqipërinë apo me Kosovën, do duhet merrte vendimuar Christopher në atë kohë. Gradualisht, ra deri në atë pikë, sa ambasada amerikane në Tiranë, sikurse edhe shumë, edhe ne shumë në rastin e Shqipërisë, punon me instruksionet që i shkruan vetë. Pra, mjafton të njoftoj departamentin. Ose një drejtori i Ballkanit perëndimor, si quhet, pra. Është zyrtari më i lartë që mbulon Shqipërinë zakonisht. Ai që është atje në Washington, kati 2-3 apo i 4, ka kaq pak interes për Shqipërinë apo për Maqedoninë e Veriut apo për Kosovën, sa që mjafton me sugjerimin që i dërgon ambasada dhe i thotë, për këtë problem ne mendojmë trajtohet kështu. Po tani në këtë rast i bie që ka marrë më shumë rëndësi Tirana? Shpresoj që me një emërtesë politike kjo zinxhiri vendimarrjes të jetë mos jetë një thjesht rutinë, që do të thotë që ambasadën ta drejtojë vetëm zotëria me çfarë dëgjon rreth e përqark Tiranës, po të ketë një input dhe një pjesëmarrje dhe nga Washingtoni direkt. Ajo që do të doja të vija në dukje me njëherë në këtë prezantim, është që një thënie e Romano Prodit në 2003-shin. Si thua një paralajmërim për ata që vinë që punojnë në Shqipëri se çfarë i pret. Romano Prodi thotë, juve keni një aftësi, thotë që për një moment të shkurtër të bëni ta ndjesh veten jo si një qenie normale njerëzore, po si një qenie mbi njerëzore. Pra të huajt ambasadorët në nivelet e larta miklohen kaq shumë nga shqiptarët sa që fillojnë dhe krijojnë raporte disi surreale me ambientin. Që është vërtet duhet. Me ambientin që e ka thënë Romano Prodi dhe për të qenë korrekt ju referova përpara se të vija në emision e verifikova edhe një herë se eksakt kjo thënie e tij. Që do të thotë zyrtarët e lartë krijojnë një raport disi jo real me problemet e Shqipërisë për shkak të një mikpritje, misie, hapje që i vjen nga Shqipëria. Pjesa më e vështirë mendoj unë që do jetë për neve, ata që do kenë kontakt me zotërinë që vjen, është raporti midis ashtu quajtur globalistët dhe nacionalistët apo patriotët, siç vajti J.D. Vance të mbështeste Orbanin. Kam përshtypjen që të gjithë tanët që merren me politikë, pavarësisht krahut majtas djathtas siç pretendojnë, në mënyrë Lërë se po futëm këtu, rasti Orban e bëri lëmsh Tiranën, se s'dishin këtë uronin, këtë ngushëllonin. Do të them që retorika e të gjithë liderëve politikë shqiptarë është shumë globaliste. Dhe nëse zotëria ka marrë dozat e duhura nga Washingtoni për të promovuar shtetin nacional dhe modelin amerikan të zhvillimit, pra bazuar në nacionalizmin dhe jo në globalizmin, do kemi probleme. Sidomos, për ta bërë më konkrete bisedën, ne kemi akoma të hapur marrëveshjen e detit, dhe nëse ne do të vazhdojmë me këtë qasje që kemi treguar deri tani për marrëveshjen e detit, kam përshtypjen që me Shtetet Bashkuara të Amerikës nuk kemi në të njëjtën gjatësi vale. Okej, këtu ma komplikove pak. Çeko, megjithatë, një gjë shumë interesante që përmendi Bimo, fakti që këtu diplomatët e huaj
vinë ndryshe, ikin ndryshe, për shkak të një raporti që ata krijojnë për shkak të Shteteve të Bashkuara. Jo për shkak të tyre, jo vetëm për shkak të tyre, raporti që ata krijojnë, avrat që ata krijojnë në Shqipëri. Ndërkohë, ky personazh vjen generali me pesë ka avrën mbi shpatullat e veta. E para, dhe e dyta, vjen me moskokçarjen e kontakteve me stafin e Departamentit të Shtetit në ambasadë, pasi ai thotë gjithmonë kam një shortcut me Donald Trump. Shiko, lajmi kryesor dhe i mirë është që më në fund Washingtoni pa që mungon një ambasador në Tiranë. Jo, dhe në të pari, nëse janë gjithë pa ambasador, po e solli të pari në Tiranë. Edhe me sa edhe mungesa është më e madhe, sepse Maqedonia s'ka disa muaj që është pa ambasador. Beogradi po ashtu. Jo, Beogradi ka shumë ka. Beogradi, jo, Beogradi... 2-3 vjetë po njërë? Jo. Krisild. Po, Krisild. Nuk ka shumë fare që ka ikë. Ndërkohë që Tirana ka më shumë pa hapësirë, por që nësi ka kjo... Tirana ka shumë, e vërtet. Do të përbëndi një lajmë shumë të rëndësishëm nëse marrëdhëniet e Shqipërisë me Shtetet e Bashkuara do të kishin problematika që do të ishin barë një ambasadori për t'i zgjidhur. Në dinin time dhe këtë vështrimin e gjithë këtyre marrëdhënieve që kemi ne, edhe funksionimi i ambasadës, i marrëdhënieve Shqipëri, Shtetet e Bashkuara, nuk është se kanë shënuar ndonjë ngritje kush e di se çfarë, apo ndonjë rënje që të themi që ka probleme në marrëdhënie mes dy vendeve dhe duhet vi një person, një diplomat i fortë ose një ushtarak i famshëm që ti tërheq këto marrëdhënie në drejtimin e duhur. Mua më thot një ish ambasador i yni. Po. Unë kam qenë në Irak në 2003, bashkë me Plum Gjazimi, thot e kemi takuar në Mosul, bashkë me, këtu ka qenë dhe generali Petreus, po aty duhet këtë qenë akoma thjesht një kolones, se ka që më bëtë për 2003, për 23 vjetësh. Pra, në këtë këndvështrim them që mirë që do është e nominuar, pra ka një rikëthim të vëmendjes amerikane për vendet bosh që janë, dhe e dyta që si profil, është një profil serios, është ere parë themi që u përmend, këtu nuk duhet të përsëris çfarë tha zoti Bimo, por është një rrugë gjatë, derisa ai të vinë në Tiranë. Pra unë mendoj që ne duhet përgatitemi për disa muaj, nëse çdo gjë do të shkojë mirë në dëgjesën në Komitetin e Jashtëm të Senatit, të marrë votën e Senatit dhe pastaj të... Mendoni që aty do ketë debat për një figurë tillë thjesht nga fakti që ai vjen si emërtesë politike? Shiko, sepse kam përshtypjen paktën me sa e njohun Amerikën të ushtarak të tillë niveli. Shiko, të gjitha nominimet... Ka një farë konsensus i bipartizan që... Shiko, për ne është... Përveç rasteve kur kanë gjëra të fshehura, kuptohet që ata dalin hearing. Për Shqipërinë do të ishte lajm i mirë që ai të mos ketë asnjë lloj pengese, sepse kemi historinë e dy të nominuarve... Dy ambasadorëve, po. ...që nuk ka përcjellë dot në Senat. Dhe... Për fat keq dhe me lobim negativ nga Tirana, po kjo është histori tjetër. Nuk po hy, pra... Po, është ky element për të përmendur. Pra, kemi dy personalitete, dy diplomatë që nuk kaluan në Senat. Po ashtu, paralel me këtë, kemi vitin e kaluar një nominim të rëndësishëm të presidentit Trump për ambasador në Beograd. Pra, një ish prokuror, njeri me sa diun edhe me pak background ushtarak, si veteran lufte, pra edhe aty një tjetër ushtarak. Edhe me origjinë, themi, serbe, një antikomunist, edhe pati një jehonë shumë të madhe dhe u duk që ishte çështje kohe ardhje e tij ose shkuarje e tij në Beograd. Mirë po ja që rrethanat erën të tilla që ai në minutat e fundit themi u tërhoq dhe nuk është më kandidat për ambasador të Shteteve të Bashkuara në Serbi. Për të ardhur tek generali, natyrisht që është shumë intriguese, sidomos në këtë Tiranën tonë me shumë konspiracione, që edhe nëse nuk kam ndonjë gjë kështu bio të ham, kemi këtë konspiracione që ta nxjerrë në gjë, është shumë interesante. Pra vetëm